Brenda pak ditësh, Komisioni Qendror i Zgjedhjeve në Kosovë pritet ta dërgojë në Qeverinë e Kosovës kërkesën buxhetore për organizimin e zgjedhjeve të parakohshme për Kuvendin e Kosovës, të cilat do të mbahen me 28 dhjetor 2025, raporton Ekonomia Online. Sipas zëdhënësit të KQZ-s, Valmir Elezi, për zgjedhjet e 9 shkurtit ishin planifikuar 8.7 milion euro, ndërkaq për zgjedhjet lokale 10.5 milion të tjera. KQZ ende nuk ka raporte përfundimtare që tregojnë se sa mjete janë shpenzuar nga këto planifikime. Komisioni Qendror i Zgjedhjeve nuk ka mjete buxhetore të planifikuara për një proces të ri zgjedhor. Në mbledhjen e radhës, Komisioni Qendror i Zgjedhjeve do të miratojë planifikimin buxhetor për organizimin e zgjedhjeve të reja dhe kërkesën për buxhet do ta përcjell për miratim në Qeverinë e Kosovës. KQZ ka vepruar kështu edhe në raste të tjera, pra kur kemi pasur zgjedhje të parakohshme apo që ka ndodhur pa planifikim në një vit jo zgjedhor. Buxheti planifikuar nga Komisioni Qendror i Zgjedhjeve për organizimin e zgjedhjeve për Kuvendin e Kosovës, të cilat janë mbajtur më 9 shkurt, ka qenë në vlerën e 8.7 milion eurove dhe sipas raporteve të deritashme shuma e shpenzuar është rreth 7.9 milion euro. Ndërkaq, buxheti planifikuar nga KQZ për qëllim të organizimit të zgjedhjeve lokale për kryetarët e komunave dhe për kuvende komunale, të cilat janë mbajtur më 12 tetor, ka qenë në vlerën e mbi 10.5 milion eurove. Në këtë planifikim buxhetor është përfshirë edhe organizimi i raundit të dytë të zgjedhjeve për kryetarët e komunave. Aktualisht ne nuk e dimë se sa është kostoja përfundimtare e organizimit të zgjedhjeve lokale. Në përfundim të këtij procesi, pra dhe përmbylljes së të gjitha procedurave, do të kemi një raport përfundimtar ku do të kemi të dhëna të sakta se sa nga mjetet e planifikuara janë shpenzuar. Sipas arsyetimeve të KQZ-s, ligji i ri për zgjedhjet e përgjithshme në Kosovë ka zgjeruar përgjegjësitë e KQZ-s në organizimin e procesit të zgjedhor dhe kjo reflektohet edhe në kostot e planifikuar. Po ashtu, sipas KQZ-s, pjesa më e madhe e mjeteve shpenzohet për të paguar trupat zgjedhore dhe stafin tjetër që angazhohet gjatë gjithë procesit zgjedhor, raporton Ekonomia Online.